A mund të imagjinoni ju? A mund të imagjinoni ju? Sot, kryetari i partisë dytë më të madhe opozitare, Ilir Meta, mbahet në burg dhe me urdhër të Edi Rams i hiqet e drejta aktivitetit fizik ping-pong për 10 ditë se ka folë në telefon pasor shtetë. Një gjoni gjerë ku shkon urrejtja e njeriu që nga mjezi gjendark u shqet me urrejtjen e tij shpirtërore që kultivon. Pra, Ilir Meta mbahet në qeli pa asnjë fakt penal. Absolutisht pa asnjë fakt penal. Dhe zgjatët për herë të dytë hetimi. Dhe ndërshkohet në qeli, kurse krenar Guçe, ndërmjetësi i Nureddin Dumanit, i ngarkuar për të ndjekë dhe për të informuar Nureddinin për lëvizjen e bandave të antarëve të bandës Qykik rivale, lartësohet në zëvendësdrejtor dhe nuk arrestohet nga Altin Troplini, se nuk duhet të fyrim emrin Dumani me Dumanin më. Dumanin do e quajmë Altin Troplini. A mund të imagjinoni ju një drejtësi të tillë? Ky është rasti më flagrant i bashkëpunimit të Dumanit me krimin. Sepse Guçe paguan Dumanit aq sa ju nuk e merrni me mend. Dëshmia e Dumanit për krenar Guçën nuk pas ka vlerë ndërkohë kur dëshmia për çdo person tjetër që i intereson Altin Troplinit ka vlerë. Ja pra dyftyrësia e një kriminali që paguhet 7.000 euro për të mbrojtur kriminal, si krenar Guçe, apo Bos Troplini.